can fly. Valbona Mhilli bën deklaratën e papritur për Lajert Vasilin dhe veten e saj. Çfarë tha? Ai do të kishte fituar Big Brother VIP me Valbonën në dyshe. Kështu u shpreh Valbona Mhilli teksa ishte e ftuar sot në një emision për të folur pas mbarimit të Big Brother. Ish banorja Big Brother VIP 4 foli për rrugtimin në shtëpinë më të famshme në Shqipëri, por edhe komentoi pak deklaratat që Lajert Vasili bëri në intervistën e parë pas daljes. Teksa ajo u pyet nëse do të kthehej a do ta bënin përsëri të njëjtin veprim me Lajertin, ajo tha: pa diskutim, ne sot e kemi fitues Lajert Vasilin, është pallur i treti në shtëpinë e Big Brother, është një fitues i padiskutueshëm i këtij edicioni. Ai do të kishte fituar Big Brotherin me bonën e dyshe. Megjithatë, edhe renditja e tij, fakti që u renditi treti, do të thotë që ai e fitoi Big Brotherin e tij. Ka një lloj të drejtë se një lojtar duhet të jetë i vetëm nga nisja deri në fund. Unë dhe Lajerti kemi qenë dy lojtarë, se nuk është se unë kam pasur ndonjëherë nevojën e askujt të kisha një alat në krah të më mbronte apo të më sulmonte për mua. Nga ana tjetër, edhe Lajerti, edhe pse ka pasur gjithmonë rrezanën mbështetëse, edhe ka qenë aleate e vetme nga nisja deri në fund, besoj se asnjëri nga ne nuk e ka dashur atë lojtarin 2-1, por Big Brotheri ky është të vënë sprova të tilla. Megjithatë, na e vun rigjesti, teksa ju pyet nëse ka pasur ndonjë kontakt pasi kanë dalë nga Big Brother VIP, ajo tha: unë e kuptoj Lajertin ku dele bën këto deklarata. Unë kam 2 javë gjysmë, po bëj gati 3 javë që kam dalë nga shtëpia dhe ai ka dëgjuar të gjithë intervistat e ka kuptuar që në hyrjen e dasmës që unë nuk kisha kontakt me të. Nuk e kam falur asnjëherë Lajertin dhe nuk kam ndërmend ta fal Lajert Vasilin. Teksa e pyetur për mlefin që duket se kanë për njëri tjetrin dhe historinë e tyre që nisej për ndjenja të mirëfillta nëse ishte gjitha në kuadër të lojës, ajo tha: absolutisht që ka pasur një simpati për Lajertin, se ndryshe nuk do ishim zgjedhur e rizgjedhur. Ka pasur shumë sinqeritet brenda asaj shtëpie dhe një konsiderant shumë e lartë. Unë po të them se kam qenë e dashuruar, se duhet të na kuptoni, të mbyllur në atë shtëpi, aty edhe mund të afeksinohesh me murin, ka përfunduar Valbona.